Donald Trump e ka për qefi Richard Grenellin. We're going to make it great. Pas dy pozitave të rëndësishme që ja ka dhënë prej se eri mori shtëpinë e bardhë, presidenti amerikan po mendon ta shpërblejë këshilltarin e tij të besueshëm edhe me një post tjetër. In the center, so that's a big thing. Ish emisari Trump për Ballkanin dhe bisedimet Kosovë-Serbi ka gjasa të bëhet njeriu i parë dhe kryesor i Shteteve të Bashkuara në OKB. Grenell është në listën e ngushtë të preferuarve të presidentit për këtë pozitë, pas tërheqjes së propozimit të parë, që ishte deputetja republikane Elise Stefanik. Trump u bë pishman për nominimin e delegatës republikane, kur e kuptoi se dërgimi i saj në Kombet e Bashkuara e lë partinë e tij me një antare më pak në shtëpinë e përfaqësuesve, duke ja rrezikuar kështu shumicën në këtë dhomë të Senatit amerikan. Ne kemi shumë të interesuar që janë paraqitur për këtë zëvendësim. Rick Grenell. Janë David Friedman, Rick Grenell dhe ndoshta 30 njerëz të tjerë. Friedman ka qenë ambasadori i Amerikës në Izrael, e Grenell në Gjermani. Ky i fundit aktualisht është drejtori i qendrës Kennedy dhe emisar për misionet e posaçme nëpër botë i presidentit. Trump mendon se të qenit ambasador i Shteteve të Bashkuara në OKB do të thotë shumë. Everyone loves that position. That's a star-making Të position. gjithë duan atë pozitë, është një pozitë që i bën mbajtësit e saj yje, por do të shohim se çfarë do të ndodhë. I have to say, I love Të paktën 2 ambasadore të mëhershme amerikane në OKB kanë pasur lidhje me Kosovën dhe shqiptarët. Ato janë Madeleine Albright dhe Nikki Haley. E para është ndër më meritorët për çlirimin e Kosovës, ndërsa e dyta ishte e martuar me një amerikan që ka prejardhje shqiptare. Nuk janë të rralla rastet kur mbajtësit e pozitës së ambasadorit amerikan në OKB ngriten edhe më në karrierë. Albright pas këtij posti u bë sekretare shteti në administratën e Bill Clinton, ndërsa Haley ishte kandidate për presidentet të Amerikës në zgjedhjet e vitit të kaluar. They're falling all over.